Shikues të nderuar, kudo që jeni, mirëmbrëma. Mysafir në emisionin e sonte është Dr. Ibrahim Rugova, kryetar i Republikës së Kosovës, i zgjedhur 2 herë me vota të drejtpërdrejta nga elektorati kosovar dhe kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, partisë së parë postkomuniste në Kosovë. Mysafiri ynë, në opinionin e gjerë, njihet edhe si studiues eminent i letërsisë dhe kulturës shqiptare, i cili me veprat e botuara ka sjellur premisa moderne në kulturën tonë. Pikërisht, konsiderata intelektuale e solli Dr. Rugovën në krye të skenës politike të Kosovës në fillim të viteve 90, të njohur si politika e rezidencës paqësore, për çka Dr. Rugovës ju ndan mirënjohje të rëndësishme ndërkombëtare. LDK-ja, si lëvizje gjithpopullore, ka merita të pakontestueshme për orientimin e popullit të Kosovës në kahje të duhur në kushtet e okupimit nga regjimi serb. Të përkujtojmë, deklaratën kushtetuese, kushtetutën e Kaçanikut, referendumi për pavarësi, zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale dhe si rezultati i tyre krijimi i institucioneve legale si parlamenti, presidenti dhe qeveria, të cilat me sukses ju kundërvuan organeve serbe të instaluara nga Beogradi. Me një fjalë u vun themelet institucionale mosdëgjueshmërisë ndaj regjimit okupues. Zoti Rugova, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma dhe mirë se ju gjej. Si ndjeni sonte në këtë studio e cila për një decenjë ishte e mbyllur për shqiptarët? Natyrisht edhe unë me ju ndij një gëzim të madh dhe mund të themi kemi një festë të vogël përkundër festës së madhe për lirisë së Kosovës dhe kthimit të popullit në Kosovë dhe Kosovës që është sot plot me njerëz. Prandaj urime dhe start të mirë dhe do të keni edhe përkrahjen tonë dhe të institucioneve të Kosovës, sigurisht edhe në gjerë të popullit. Ju faleminderit zoti Rugova. Ti përkujtojmë vetëm shikuesit se emisioni jon ishte drejt për drejt dhe se telefonat kujdestar mund t'i shihni në ekranet e juaja televizive. Zoti Rugova, pa ndërprerje keni kërkuar protektorat ndërkombëtar sipas kalimtare. E keni imagjinuar atë siç është sot? Po natyrisht e kam menduar, e kam imagjinuar dhe me qenë se jam në këto punë, pra në veprim, në aksion, dhe kemi vepruar në këtë drejtim, së bashku me mistan, me bashkësinë ndërkombëtare dhe me mis që kemi krijuar gjatë këtyre 10 vitesh, dhe natyrisht një fazë kalimtare që është me rëndësi të ndërtohen institucionet, të ringjallet jeta në Kosovë, dhe sidomos pas luftës që përjetuam dhe pas tragjedisë së përgjithshme, që falë bashkësisë ndërkombëtare dhe falë kryesisht NATO-s, Shtetet Bashkuara dhe Bashkisë Evropiane dhe Bashkisë e Gjerë ndërkombëtare, që ka pas një solidaritet, po thënë Bashkia e Gjerë ndërkombëtare, ne jemi sot përsëri këtu dhe du të vazhdojmë ndërtimin e jetës drejt rrugës sonë dhe qëllimit tonë për pavarësi. Çfarë vlerësimi keni për rrjedhat aktuale në Kosovë dhe çfarë angazhimesh prioritare konsideroni se shtrohen para faktorit politik dhe shtetëror të Kosovës? Rrjedhat aktuale gjithsesi janë pozitive, situata e sigurisë është gjithnjë e më mirë përkundër incidenteve, është normale mbas një faze mbas asaj që gjendemi në një fazë mbas luftës, mbas mbarimit të luftës. Mos harrojmë, janë 4 muaj e gjysmë që ndodhi kjo mrekulli për Kosovën. Prandaj edhe në ndërtimin e institucioneve së bashku me faktorin ndërkombëtar, pra me administratën ndërkombëtare këtu në Kosovë, po ashtu me KFOR-in edhe me OSBE-n, me asociacionet dhe institucionet tjera që janë këtu, kemi filluar dhe po punojmë në ndërtimin e institucioneve, në ndërtimin e jetës. Prioritare është tash rindërtimi i Kosovës, pra rindërtimi fizik, ekonomik dhe moral i Kosovës, dhe tash janë gjitha përpjekjet edhe të administratës ndërkombëtare dhe tonat që për dimër të bëjmë diçka shpejt që të filloj ta kalojmë disi këtë dimër dhe nga pranvera dhe gjatë vitit tashëm do të ketë ndërtime shumë më të mëdha. Një pjesë e popullit edhe ka filluar rindërtimet, ne po i shohim, ndërsa për shumë pjesë të tjera shtresat popullit edhe për shpërndarjen edhe ndihma në material ndërtimor e tjera, s'po i theksoj ndihmat humanitare që gati gjithë ne jetojmë prej ndihmave, sepse është një kohë deri këtë gjysmë viti apo këtë vit të kalojmë dhe natyrisht që po bëhem gati për edhe bujqit për mbjellje pranver vjeshtore, pastaj
shtresat e tjera të popullsisë dhe gjitha këto. Zoti Rugova, një kohë të gjatë flitet për domosdoshmërinë e unitetit të faktorit kosovar. Megjithatë jemi dëshmitar të mospajtimeve të shumta. Cili është burimi i kundërthënieve në skenën politike të Kosovës? Ju lutem, unë isha pak çështit më ndrysh. Unë them se kemi një unitet, por një unitet pluralist, dhe jo një unitet sistemit vjetër, një partijak e tjera dhe mos u ktheft kurrë ai unitet, që ka kaluar njerë kënej pari dhe gjithve në kalon gjurme. Prandaj kam kujdes për gjeneratat e reja. Momentalisht mos harrojmë tash kemi administratën ndërkombëtare, jemi ne, pra partitë politike shqiptare, institucionet shqiptare dhe kosovare. Prandaj po bëjmë përpjekje, sidomos këto ditë që të ndërtojmë një ekzekutiv të përbashkët deri në zgjedhje. Dhe sa i përket unitetit, mund të them se sa i përket pavarësisë të gjithë kemi në këtë vijë, pastaj disa pikave kryesore, dhe gjithsesi edhe për këto duhet një kohë e aklimatizimit e bisedimeve që duhet t'i zhvillojmë këtu në Kosovë dhe që tashma kanë filluar. Thuhet se jeni pajtuar në Rambuje për krijimin e një qeverie unike në Kosovë. Megjithatë, LDK-ja që udhëheqni deri tash nuk mori pjesë në qeverinë Thaçi. A mund të na shënorin pse po ndodh kjo? Po t'ju lutem, Rambujeja është bërë atëherë para intervenimit të NATO-s, ju e dini shumë mirë, dhe është biseduar në atë kohë që do të gjendet një zgjidhje paqësore. Meqense pala serbe pra Beogradi nuk e pranoi këtë marrëveshje, atëherë pasoi intervenimi i NATO-s, pasoi edhe përzanja e njerëzve nga Kosova gjitha këto, dhe po ashtu në Rambuje nuk është para po administrata ndërkombëtare, ndërsa mbas intervenimit NATO-s, pra mbas luftës së NATO-s për Kosovën, kjo është para po. Tash duhet jem gjithë kujdesshëm dhe kemi një qëndrim të jem gjithë së bashku me Kushnerin, pra me administratën ndërkombëtare deri në zgjedhje, dhe nëse vendosim ndryshe të bëjmë një strukturë kosovare e tjera, por unë mendoj se është më e drejtë që deri në zgjedhje të shkojmë së bashku dhe të mos krijojmë konfrontime me bashkinë ndërkombëtare që kemi këtu, sepse ata janë për ne, edhe na duhet t'ju ndihmojmë, prandaj s'ka gjatë keqe, kjo është edhe në jetën demokratike, disa koalicione bëhen, zhbehen e tjera, dhe s'du të hyj tash në polemikë rreth kësaj, prandaj duhet të ecim përpara. Një kohë të gjatë. Dhe Rambujeja mbas luftës së NATO-s tashmë ka kaluar, nuk është më aktuale. Një kohë të gjatë janë përfolur raportet e juaja me Tiranën zyrtare. Çfarë janë ato sot? Po në përgjithësi ne jemi përpjekur të marrim raporte shtetërore me Tiranën zyrtare. Normalisht ka pasur pikpamje të ndryshme nga ana e tyre që ne nuk kemi dëshiruar të hapim konflikt dhe tash e tutje natyrisht që s'do të hapim, sepse duhet të dy palët të tregojmë një kujdes për ka interesat e përbashkëta, për Kosova për veten edhe Shqipëria. Dhe sa i përket këtij raporti mund të them se ka pasur edhe hapa pozitiv, për shembull vizita e Majkos, kryeministrit, që tash ish kryeministër ishte këtu, që u morën vesh për një projekt shumë të madh, ndërtimin e rrugës Prishtinë-Durrës, në cilin ne punojmë edhe një pjesë në Shqipëri ka punuar që sa vite. Prandaj duhet mendojmë për këso gjërash, projektet përbashkëta, zhvillim të përbashkët e tjera që na lidhin ne. Pra ky ishte një hap pozitiv dhe besoj se edhe në të ardhmen do të kemi hapa pozitiv dhe duhet të tregojmë një mirëkuptim ndaj njëri tjetrit në nivel shtetëror. Zotë Rugova, në opinion pak ka informata se çfarë funksioni praktik luan Këshilli Tranzitor, i udhëhequr nga i dërguari OKB-s Bernard Kushner. Po Këshilli Tranzitor momentalisht është një këshill konsultativ, pra këshillimor për reprezentuesin apo deleguarin special të OKB-s, në këtë rast zotin Kushner. Pra aty bisedohen gjitha çështjet edhe vendimet i merr në mënyrë të pavarur zoti Kushner, pra administratori ndërkombëtar i ka gjitha autorizimet dhe mandatin. Dhe natyrisht dëshira e administratorit edhe administratës ndërkombëtare ishte që edhe kosovarët marrin pjesë në vendimet drejt për drejt apo në këshillimet për vendimet që i merr administratori ndërkombëtar. Pra ky është qëllimi i këshillit tash për tash, dhe hapi tjetër që po mundohemi ta bëjmë ekzekutivin e përbashkët.
pra ministrit, dikasteret apo departamentet që si do t'i quajmë, s'është me rëndësi. Zoti Rugova, kishit për ta komentuar këtë anketë? Po, kam një koment pozitiv dhe më vjen mirë që keni bërë këtë anketë me qytetarë dhe gjithë një ma shumë do t'ja japim fjallën edhe në studion tuaj edhe në studiet e tjera pra radiofonike në gazeta, sepse ata janë barometri më i mirë i çështjes dhe pajtohem me shumë vërejtje që u thanë edhe ajo që me brëngos për shembull që ende sidomos vajzat e të rinj që shprehin se pak frige e tjera, por mendoj se me përmirësimin e situatës sigurisë edhe që në cilën duhet punojmë të gjithë, jo vetëm KFOR-i apo administrata ndërkombëtare dhe ne institucionet e kosovare shqiptare, por të gjithë duhet ta kemi këtë vetdije dhe ajo çka është më e rëndësishme që të gjithë qytetarët pajtohen edhe i shohin frutet e para të lirisë pra të Kosovës së lirë, natyrisht edhe pajtohem me konstatimin e tyre se jemi në rrugë të mbarë, ka probleme, duhet mësohem që të zgjidhim problemet, të merrem me problemet, dhe të mos i vajtojmë problemet, sepse tash çështjet i kem vetë në duart tona, pra me ndihmën e Bashkisë Ndërkombëtare këtu. Prandaj gjitha ato vërejtje i marr me seriozitet më të madh dhe sa i përket është bërë pak si fantom kjo çështja e faktorit unitetit shqiptar e tjera apo kosovar, por duhet të punojmë këtë drejtim të gjitha palët, të gjitha subjekt. Kur them gjitha palët, nuk jam jarmiq, por është pluralizmi, gjitha palët duhet merren në konsiderim sepse gjithë jemi këtu për të bërë më mirë. Pluralizmi është shpreh me një shprehje popullore, kosovare dhe gjithë shqiptare, sikur shtëpia me shumë mashkuj. Dikush është për pazar, dikush për mal, dikush për ar, dhe secili punon për ta bërë më mirë shtëpinë. Prandaj nuk duhet të marrim pluralizmin si armiqësi, por si sukses, si rezultat dhe si konkurrencë. Opinioni nuk e merr kjo se qëndron uniteti, kështu e kupton pak më. Jo, lutem, është e vërtet kem këto probleme tash me administratën, është një vakum administrativ, prandaj po them, po punojmë shumë seriozisht së bashku me zotin Kushner, me KFOR, me OSB-n, që të bëjmë deri në zgjedhjen një administratë të përbashkët, dikastere që do ta udhëheqin Kosovën, për shembull këto ditë po punojmë të krijojmë buxhetin e Kosovës. Sigurisht kanë njoftuar zoti Kushner e të tjerët se themelët e para të buxhetit Kosovës që do të financohen, su përmend edhe çështja rrugave e tjera. Po ashtu edhe ne duhet të ndihmojmë, ne kemi përvojë në themelimin e buxhetit 10 vjet, kemi pasur një buxhet në baza solidare, jo në baza të taksave të dhunës e tjera. Prandaj kemi mbajtur segmentet kryesore, arsimin, shëndetësinë, edhe shumë segmentet e tjera, në saje të njerëzve tanë jashtë edhe mbrana në Kosovë, ku janë mbledhur mbi 85%. Prandaj edhe këtë përvojë tonën duhet ta lidhim së bashku me Bashkinë Ndërkombëtare. Sigurisht nga viti i ardhshëm mund të kërkojmë një solidaritet më të madh edhe qytetarëve. Natyrisht të aktivizohet industria jone mesme shumë e mirë, industria e rëndë që kemi, edhe ndihmat që kemi tash nga Bashkia Ndërkombëtare dhe investimet. Kur jemi te Bashkia Ndërkombëtare, është pritur të jetë më efikase në rindërtimin e Kosovës. Si vlerësoni ju rrjedhat për investimin e Kosovës në ngritjen e institucioneve demokratike? Lutem, unë kam një filozofi tjetër, jo të kuptoj kritikat e vërejtit, kam një filozofi jo të konfrontimeve, por të zhvillimeve të çështjeve. Bashkia Ndërkombëtare përsëri po them, janë 4 muaj e diçka. Njëherë Bashkia Ndërkombëtare është marrë me kthimin ton, me fatin ton, sepse sot do të ishim rrugëve të botës, jo këtu në tokën tonë dhe në studion tonë. Prandaj këto do t'i kemi parasysh jo të pushojnë, për të mos i harrojnë, mos merremi me to, por të ecim edhe të zgjidhim problemet. Natyrisht KFOR-i që ka ardhur spari, ka kryer punë të mëdha, e dini disiplina dhe rregulli ushtarak është tjetër. Jeta civile është më ndërlikuar, plus jeta demokratike. Prandaj edhe administrata ndërkombëtare që ka filluar me ndihmat e para, spari të humanitare, pastaj ka filluar edhe një shpërndarje ndihmave për ndërtim të tjera, dhe çështja e investimeve është çështje që vjen më vonë dhe duhet që tashmë të fillojë për shembull. Bisedojmë për disa kompani të mëdha e tjera.
Prandaj janë në zhvillim me sipër. Mund të kenë shkuar gjërat më shpejt, por janë edhe çështjet të situatës që kemi këtu me prioritetet e para, madje të dyta, të treta. Dhe investimet sigurisht do të vinë, mund të fillojnë tash në një pjesë, jemi duke punuar në këtë, por edhe investimet të tjera më të mëdha. Është një vlerësim i përgjithshëm se Kosova ka resurse të shumta për një jetë dinjitoze të qytetarëve të saj. Çka duhet bërë që potencialet e saj të shfrytëzohen, të fillojnë? Po pajtohem me ju, ka resurse natyrore që ja ka falë Zoti, ndër resurset më të mëdha në Evropë, edhe unë shpesh them është një Afrikë jugore e Evropës dhe kësaj pjesë të botës. Prandaj natyrisht duhet të aktivizohen përmes investitorëve ndërkombëtar në afatin e ardhshëm ose para zgjedhjeve ose mbas zgjedhjeve, pra ne do të shikojmë mundësinë e investimeve më të mëdha, sepse ato janë investime më të mëdha, për shembull në kapacitetet elektrike që sot tashmë punojnë me ndihmën e Bashkisë Ndërkombëtare, në miniera Trepça, Ferronikeli, mos harrojmë agrokompleksi Kosova që është mjaft i madh, ndërsa sa i përket tokës, ne kemi atë probleme kemi të zgjidhur, pronën e vogël të qytetarëve, sidomos të fshatit, që ajo edhe do të filloj si vjet edhe më shumë prodhoj se këtë vit ishte. Dhe të mos harrojmë se Kosova i prodhon rreth 600.000 ton drithra në vit, që nuk e kemi ditur kështu se kanë qenë. Dhe natyrisht aktivizimi i resurseve natyrore, dhe një që kemi edhe një resurs mjaft të madh, një popull të kultivuar, të ri, dhe pajtohem me qytetarët që folën pak më parë, se unë shpesh po them populli është edhe njerëzit, qytetarët me gjitha janë para nesh, nësa elita politike pak më mbrapa, është normale, dhe mirë që është ashtu. Dhe mirë që është ashtu, sepse qytetarët duhet e bajnë barën kryesore dhe ka një, edhe shumis na kanë thënë se qytetarët e Kosovës kanë një përgjegjësi personale dhe përgjegjësi ndaj vendit e tyre, ndaj shtetit e tyre, ndaj marrëdhënieve të tyre. Zotë Rugova përmendet Trepçën. Çka është problemi? Është problem politik apo ekonomik Trepça sipas jush? Momentalisht ne jemi duke punuar që të bëjmë hapjen e Trepçës, por mos harrojmë është një gigant shumë i madh dhe duhet shikojmë mundësinë. Ideja jonë ishte që për momentin, qastin politik, një numër të klasës punëtore që ka mbetur nuk ka hyrë as në biznes privat, as në fushat e tjera, do të ishte mirë që të fillojë spari të kthehet një numër i punëtorëve, të relaksohet jeta politike dhe publike, pastaj të shikojmë vlefshmërinë apo rentabilitetin e Trepçës, ma vonë sa si do të punojmë, sepse është një gjigant që është me rëndësi për Kosovën dhe natyrisht edhe UNMIK-u edhe të tjerët e kemi në konsiderim dhe fjalët se ka investimet të huaja e tjera, to sipas raportit të sekretarit anan krejt prona që është në Kosovë është në mandatin e UNMIK-ut, pra është pronë që s'mund të përzihet askush. Nëse dikush ka dhënë më parë përmes Beogradit ndonjë investim apo diçka me të cilat ka manipuluar, ne do t'i vlerësojmë dhe askujt nuk ja marrim dhe nuk ja marrim vleftën që ka dhënë, bile mund t'ja kthejmë edhe 5 fishe, 2 fishe tjera, por këto nuk janë pengesa. Prandaj së shpejti duhet bëjmë diçka që të kthehet, të fillojë Trepça të punojë, më vonë do ta vlerësojmë dhe çfarë statusi do të ketë në të ardhmen, por është shumë rëndësi të fillojë që njerëzit të ninë dhe të kthehen, të fillojnë jetën, mandej vlerësojmë dikush pension, dikush edhe vjen gjeneratat e reja, minatorët një pjesë janë gati. Prandaj duhet punojmë intensivisht në këtë drejtim dhe do ta relaksonte jetën e Mitrovicës. Sigurisht. Pikërisht zoti Kofi Annan dha një deklaratë këto ditë ose transmetuan mediumet tona se miniera e Trepçës është pronë serbe dhe deri në zgjidhjen e statusit përfundimtar të Kosovës, se duket nuk do të ketë zgjidhje për Trepçën. Jo, kursesi nuk është, nuk e di tash deklaratën, por në raportin që është dokument zyrtar me bazë cilit punon zoti Kushner dhe UNMIK-u, çdo pronësi që ka pasur Serbia përpara, unë i them Beogradi e tjera pushon, me atë ditë që ka marrë UNMIK-u në dorë. Prandaj
unë po them s'është kur farë pronë, dhe ne e dim Beogradi nuk ka bërë asnjë hap as për veti në zhvillimin edhe në ekonominë e tregut, në ekonominë liberale tjera. Prandaj këto janë lojra që kanë marrë para, sa ju kanë dashur para jo shumë mëdha të vogla, i kanë shfrytzuar dhe i kanë manipuluar edhe investitorët e jashtëm. Prandaj ju them investitorëve të jashtëm se ne do t'u kthejmë ato apo do t'i numërojmë si pjesë të investimeve në Kosovë dhe natyrisht fitimi i përbashkët ndahet dhe zhvillohet, prandaj këto nuk do t'jenë pengesë. Dhe qysh tash ne do të bëjmë përpjekje të filloj puna e Trepçës. Çështja e pronësisë është shumë e zgjidhur, shumë drejt e zgjidhur. Dhe atë që kemi thënë para 10 vjetësh e tjera kur kanë filluar konfiskimet e para masive pasurisë shtetërore në Kosovë nga Beogradi, kemi thënë se s'do t'i njohim, edhe shumë mirë dhe doli ajo që nuk njihen se as nga bashkia ndërkombëtare, sepse është dihet ajo çfarë ka ndodhur. Edhe riaftësimi i administratës së Kosovës po neglizhohet vazhdimisht, është një përshtypje. Njerëzit kanë nevojë për dokumente të ndryshme. Edhe sa do të zgjas mos funksionimi i institucioneve që duhet të kryejnë punët e tilla. Ju lutem edhe një herë po them, ta bëjmë këtë ekzekutiv të përbashkët nivel të Republikës, nivel shtetit të Kosovës, a nivel të komuna, pra nivelin lokal, si themi, apo municipale tjera, apo të bashkive, të bashkiak. Prandaj atëherë do të fillojë edhe funksionimi me dokumentet e tjera, po ashtu duhet edhe në administratat komunale të kthehen njerëzit, profesionistët e tjerë që kanë qenë, edhe mandej e vlerësojmë, duhet ta kemi si parim, vlerësojmë kush do të metet, kush është tepër e tjera, por me një mirë kuptim që të fillojë diçka, mandej këto ditë do të merret edhe nga unë miku, pra nga reprezentuesi sekretari gjeneral, qëndrime rreth letërnjoftimeve, format, pamjet e tjera, pra si edhe dokumentave të udhëtimit që po punohet në këtë drejtim. Zoti President, në rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara thuhet deciditivisht se nuk do të lejohet ndarja e Kosovës. Çka po ndodh në Mitrovicë dhe kur pritni të zgjidhet çështja e këtij qyteti? Unë se përdori këtë fjalë, jam shumë i kujdesshëm, edhe më parë se kam përdorur edhe tash, natyrisht nuk do të ndodh sa i përket Kosovës as Mitrovicës. Mitrovicën e shoh si një problem që duhet ta zgjidhim së bashku me KFOR-in, me mikun, me administratën lokale në Mitrovicë. Është më rëndësi se këtë territorin e Kosovës e kontrollon KFOR-i. Kjo mos të harrojmë, është një problem që ka lindur atje. Dhe të gjithë po punojmë që ta zgjidhim sa më shpejt dhe janë hapat e parë. Për shembull prova me fakultetin e nxehtarisë, metalurgjisë e tjera. Prandaj jemi më të angazhuar edhe KFOR-i gjithë në këtë drejtim. Dhe shpresoj se shpejti do ta zgjidhim kështu hap mas hapi. Edhe Rahoveci që ka natyrisht i kuptoj shqetësimet e qytetarëve, një pjesë e banorëve të Mitrovicës, të anës Ibrit Andej, ka pasur shumë banorë sepse kanë qenë soliteret në ndërtesa të mëdha, ndërsa në pjesën tjetër më shumë shtëpi që marrin më pak banorë, ka qenë inteligjenca e Trepçës andej, pra inxhinierët e tjera, klasa që kanë mbajtur, dhe duhet punojmë në këtë drejtim se njerëzit duhet kthehen edhe të krijojmë një qarkullim të lirë qytetarëve, në fillim ndoshta edhe nga pak droje dhe të fillojë demilitarizimi i Mitrovicës komplet. Një prej hapave, ky është. Dhe më thonë janë fjalë inkurajuese, është mirë. Po gjithsesi, unë jam një optimist racional. Edhe Rahoveci që 4 muaj është në gjendje të jashtëzakonshme. Çfarë epilogu shihni në kërkesat e popullatës së kësaj jane? Po nisha në Rahovec para sa kohësh dhe natyrisht bisedova me Këshillin, me qytetarët edhe ne përkrajmë vullnetin e qytetarëve të Rahovecit, por duhet jenë edhe ata të kujdesshëm, është punuar nga KFOR-i dhe këto ditë do gjinet një zgjidhje ose vendosja e policisë ndërkombëtare, ndërsa sa i përket kontingjentit rus edhe ata duhet s'ka gjatë keqe sepse janë reagimet njerëzve, ata kanë vrejtje se mercenarë rusë kanë marrë pjesë masakre atjera, mirë, armata rusë është tjetër gjë, por duhet kuptojmë pak edhe alergjit historike e tjera. Ne nuk kemë ndonjë dyshim për shembull në njerëzit që janë kontingjentin rus, por edhe ata duhet të tregojnë një mirë kuptim
sepse s'është gjane se vendosen pak më andej, pak më këndej, por mos të harrojmë Raveci që një vit e sa ka pësuar shumë edhe ka qenë një damtuar dhe ka pasur masakrasin e gjithë Kosovën, prandaj duhet t'i marrim parasysh kërkesat e qytetarëve dhe së shpejti do të zgjidhet edhe kjo çështje. Në sytë e tërë botës, Beogradi zyrtar po bën pastrim etnik në Preshev, Bujanovce e Medveç, ndërsa një veprim i tillë sikur lihet në heshtje. Cilat janë shkaqet që bashkia ndërkombëtare tregohet e verbër para një akti të tillë monstruoz? Ju lutem, ato pastrime kanë filluar kur filluan edhe në Kosovë atëherë. Natyrisht edhe tash është, si të themi, një hakmarrje e Beogradit, që ato komuna, në ato pjesë ku kemi shqiptarë që të hakmerët, dhe natyrisht së pastori ato terene, ne po bëjmë çmos qoftë përmes kanaleve diplomatike dhe publikisht që të ndalet kjo dhe të krijohet një lloj sigurie për qytetarët, sidomos Presheva që ka mas shumti, dhe po ndëgjojmë se Medveçja dhe Bujanovci thuaj se po mbeten fare pa shqiptar, por duhet gjithsesi edhe kjo të hyjë në kalendarin e spastrimeve etnike që i ka në plan Beogradit i bëj dhe po punojmë në këtë drejtim. Zoti kryetar, nesër në Maqedoni bëhen zgjedhjet presidenciale. 2 partitë shqiptare dalin me 2 kandidatë të veçantë. Statusi i shqiptarëve atje pothuajse mbeti i pandryshuar sigurisht ashtu në ish Jugosllavi. Cilat janë vlerësimet e juaja? Mirë, unë mendoj se ka një avancim sa i përket statusit të shqiptarëve në Maqedoni, sepse janë një element shumë i rëndësishëm atje. Ju e dini qëndrimin tonë të institucioneve tona dhe gjitha partive politike shqiptare në Kosovë, në Maqedoni, në Malzi dhe në Serbi të jugut, se shqiptarët atje duhet të jenë një element shtetëformues, do të thotë që do të marrin pjesë në shtetin e Maqedonisë, sepse ka keq kuptime kur themi shtetëformues, jo federalizim e tjera, po janë të pavërteta, duhet sa më shumë të jenë në administratë, në shtri, në polici, edhe në fusha tjera të jetës, edhe universiteti i Tetovës, pse s'është kur gjaj, të legalizohet e tjera. Përkundër gjithave ne kemi mbajtur edhe dini marrëdhënie, sidomos në nivelin prezidencial me presidentin Gligorov, përkundër marrëdhënieve ne duhet të mbajmë përkundër problemeve raporte të mira, bëjmë përpjekje të zgjidhim, prandaj shpresoj edhe me kryetarin e ri të Maqedonisë do të vazhdojmë, ndërsa sa i përket partive politike shqiptare, mirë do të ishte edhe një kandidat i vetëm, por edhe me 2 sprishpunjen proceset e fillimit, sigurisht ma vonë edhe mund të ketë edhe kryetar shqiptar të Maqedonisë, pse jo. Zoti Rugova nga Regjia më bëjnë me dije se pa ndërprerje në arrim pyetjet e shikuesve. Ti kyçem edhe ato. Urdhrani. Faleminderit. Përgjigjem edhe një pyetje para se të fillojmë me pyetjet e shikuesve. Shqiptarët kanë edhe diasporën më të madhe në Ballkan, ata dhanë kontributin e tyre të pamohshëm. Çka jeni duke bërë në organizimin e tyre? Është fakt që 10 vite dhe më parë diaspora jonë s'pare që ka afirmuar çështjen e Kosovës, ka filluar në Shtetet Bashkuara, pastaj në Evropë, edhe ndihmat që janë dhënë që sa vite për mbajtjen këtu të jetës në Kosovë, edhe në Maqedoni në disa pjesë. Një organizim ne kemi pasur edhe në fillim ishte Lidhja Demokratike e Kosovës, edhe disa parti politike, pastaj qeveria e Kosovës pa të organizuar edhe këshillat të ndihmës e të financimit. Besoj se në të ardhmen duhet të shikojmë që ngadalë edhe ne të ju ndihmojmë tash t'ja u kthejmë të mirën, të bëjmë një organizim ma shumë edhe shtetëror, por duhet t'i tolerojmë edhe format e tjera të shoqatave, edhe jemi vazhdimisht në kontakt, edhe tash janë të lirë të vinë në Kosovë dhe do të komunikojmë edhe do të vendosim së bashku me ta. Pra nuk janë me të izoluar sikur më parë. Këtu vinë për ditë qoftë në institucionet tona, në parti politike, në grupet ndryshme. A mund të filloj me pyetjet e shikuesve? Milaimi nga Kosova lindore. Ku keni qenë ju zotri Rugova më 18 shtator kur në Prishtinë marshuan triumfalisht trupat e UÇK-s? Po ju lutem, Prishtinë kam qenë. Edhe kanë marshuar shumë mirë, përshëndes. Kanë kaluar edhe nga shtëpia ime, edhe më kanë përshëndetur. Besimi nga Malisheva. Por ishte një manifestim i UÇK-s edhe i trupave së Prishtinë. Ai është një segment i jetës dhe i shtetit të Kosovës. Besimi nga Malisheva ju pyet, a keni qenë në vizitë në Prekaz dhe i keni bërë homazh komandantit Lexhedar Adem Jashare?
së shpejti do të shkojë edhe natyrisht homazhet ato i kanë bërë ju e dini që është vitin e kaluar presidenti i Republikës Kosovës ka shpall ditëzie për masakrat që kanë ndodhur sparin prekazën qerezet të tjera. Prandaj të gjitha dhe natyrisht kam atë shumë punë të tjera sa dhe do të filloj edhe vizitat kombaskohen në Kosovë edhe në prekazën në vende tjera të Kosovës. Isha në Rahovet që e kem këtë problem pastaj në Prizren. Ismet Osmani, ish minatori Trepçës, si qëndron çështja e Mitrovicës, u përgjigjet në këtë pyetje. Petrit Gërbeshi, çfarë? Ju falenderojmë për pyetjen. Për pyetje. Petrit Gërbeshi, çfarë mendoni për dy qeveritë e Kosovës, cila është legjitime? Ju lutem simbas rregullit legjitime është qeveria e parë, simbas rregullit, por s'prish punë edhe nëse kem dy grupe tjera, ne duhet të ecim përpara që të mos ngatrohemi ndërmjet vete dhe prandaj po punojmë në ekzekutivin e përbashkët. Ekzekutivin e një treshi, nëse mund të shprehem. Mimoza dhe Linda nga Prishtina. Cila është e vërteta për takimin tuaj me Miloševićin dhe pse kur ishet në Itali nuk sqaruat pozicionin e tuaj? E vërteta se me dëshirë nuk kam shkuar atje. Mos të harrojmë, kjo është ndoshta pyetja e 1000 a 2000 që bëjnë për këtë çështje. Prandaj duhet të tregojmë pak njerëzi, ashtu siç ka treguar populli i Kosovës ndaj kësaj. Unë isha e dini me familjen time i burgosur në Prishtinë apo në një kasapane dhe fal disiplinës familjes edhe faktorëve mesve ndërkombëtar që intervenuan për këtë arritat e dalë, për ndryshe do të kishim mbaruar sikur gjithë kosovarët e tjerë. Prandaj kjo është e vërteta dhe s'di çka kërkon tjetër kush kësaj, prandaj kërkoj një mirëkuptim njerëzor për këtë çështje. Dhe s'ka kur gjë aty sekrete, s'kam shkuar me dëshirën time dhe nuk e kam huqur asnjë nga qëllimet që i kam vënë para vetes, që i ka vënë populli i Kosovës, po flas si kryetari i Kosovës dhe ato në të cilat punoj sot dhe do të punojmë në të ardhmen. Prandaj ka shumë fjalë, shumë spekulime të ulta rreth kësaj. Enveri nga Mitrovica ju pyet, çfarë janë raportet tuaja nga e kaluara me akademik Qosin dhe sa reflektohen në raportet politike? Ne kemi pasur raportet mira, raportet punës, natyrisht kam punuar në institutin me profesor Qosin 10 vite, prandaj normale në jetën shkencore, publike, ka dallime e tjera pikpamje, por në përgjithësi janë raportet mira dhe pikpamje, unë respektoj pikpamjet e tij ndryshme dhe mirë për në çështjet e përgjithshme të Kosovës nuk kemi dallime rreth pavarësisë e tjera. Rreth organizimit është normale të kemi dallime, a do t'ja bëjmë kështu apo ashtu. Prandaj këto janë çështjet. Feta Bahtiri nga Suedia. Zoti Rugova, ndjeni ju mburje dhe krenari që jeni politikani i vetëm në Kosovë i zgjedhur me votën e popullit, dhe a kishit ndjenjë krenari e mburje në çastet kur vetëm ju ishit ai që nuk u nda nga populli i Kosovës, nuk u mshehet askund, por qëndruat stoik bashkë me popullin gjatë Golgotës më të tmerrshme mbi vëllezërit dhe motrat tona. Faleminderit për këtë dhe është një plotësim e asaj pyetjes më përparshme para kësaj. Prandaj natyrisht është mburje dhe obligim. Gjitha çështjet i marr si obligim. Sepse njeriu kur të marrë obligim kur e pranon rrezikun, kur ty njeriu në këto punë edhe në punë tjera, se çdo punë në jetë ka një rrezik, sidomos punët e jetës publike dhe punët shtetërore, politike, prandaj jam prej atyre njerëzve që pranoj rrezikun dhe shkoj deri në fund. Prandaj edhe këtu isha me njerëzve ka mundur të mbetem edhe unë dikun brenda me tjera, por që 10 vite, edhe sot jam këtu me familjen time, sepse s'duhet të flas për njerëz, por kema si që vinë shesin trimni këtu, por asot dhe kësaj dite disa familjet si kanë këtu. Zotë Rugova, ju kisha lutë ma të shkurt, jemi në përgjigje se kemi shumë pyetje. Kërkoj falë. Murat Mavre nga Suedia, përshëndetje nga mërgrimtarët në Suedi me porosin të jeni unik të mos ketë përçarje. Çfarë janë raportet në mes juve si president dhe zotit Thaçi? Në përgjithësi janë të mira dhe gjithë janë më të mira, mos të harrojmë Thaçit e tjerë nuk kanë qenë këtu në jetën normale e tjera, tash jemi në një jetë normale, gjithë do ta kuptojmë, është një epokë e re për Kosovën. Fatlumni që të gjithë jemi tash në Prishtinë. Edhe Thaçi, edhe Bukoshi, edhe të tjerët, edhe njerëzit që kemi pas jashtë institucionet, prandaj gjithë një më shumë do të afrohemi të bashkëpunojmë.
Dhe nuk është të thonën tash nëse shihem për ditë bashkë se është keq e tjera, pra është një unitet plural dhe nuk duhet shumë t'i frym erës përqarjeve tjera, se është një fantom që na përcjell ne shqiptarëve dhe nga njëherë vetë e nxjerrim si gogol edhe pa pas nevojë. Duhet kuptojmë se është një unitet me plurale tjera, me shumë njerëz. Një patriot lokal nga Kaçaniku ashtu është prezentuar, thotë në cilën faqet e historisë son kombëtare mbeti UÇK-ja sipas jush zoti Rugova. Do të mbeten ndër faqet më të ndritshme dhe po ashtu edhe konkretisht ne kemi bërë forcat mbrojtëse të Kosovës, pra të me kënë trupat mbrojtëse, të cilat kanë marrë një numër të djemve të UÇK-s, edhe natyrisht edhe do t'jenë trupa momentalisht civile tjera që do t'i marrin edhe të rritë tjerë të Kosovës, pra që do të ushtrohen edhe do të fitojnë disiplinë për jetë, rregull për jetë, sepse trupat e ndryshme nuk janë vetëm për konflikte tjera, por janë edhe rregull. Pyetje për përsëritëm. Një pyetje është nga një kolegi im, Ziadin Gashi, gazetar në Kosovë, sot ju pyet pse nuk keni marrë pjesë në varrime dhe rivarrime të dëshmorëve në Kosovë kur merrte pjesë i gjithë populli i Kosovës. Kam marrë edhe unë në formën time pjesë, natyrisht edhe si president i Kosovës, kur dale, kam edhe disa çështje tjera. Pse LDK-ja nuk ka pozicionim të qartë ndaj luftës dhe forcave që kanë zhvilluar luftë? Remzi Durmishi nga Zvicra ju pyet. Ja ka LDK-ja qëndrim qartë, ka pasur ja s'ka tjetër kush. Mos të harrojmë në gjatë luftës edhe në UÇK një numër shumë i madh, s'po duhet tash të ndoj njerëzit sipas partive në këto raste, por të LDK-s që kanë marrë pjesë, kanë rënë edhe po ashtu edhe masakrimi masiv, mos të harrojmë udhëheqjes së LDK-s duke filluar nga profesor Agani e tutje. Prandaj qëllimi i Beogradit ishte s'mundi ta zhduk LDK-n, edhe kur e përzu me krejt popullin së bashku që e nxori. Po keni tash pyetje nga Zvicra, në çfarë se djeni mungesën e bashkëpunëtorëve tuaj të ngushtë siç ishte rasti me profesor Aganin? Po gjithsesi shumë, por duhet të realizojmë porosit dhe punën e tij të profesor Aganit, Latif Berishës e të tjerëve, Bajram Kelmendi që ka qenë një prej njerëzve që është marrë me çështjet humanitare të mbrojtjes njerëzve. Pra atë profesor Aganit punën për pavarësinë e Kosovës e për ndërtimin e Kosovës. Ardian Maloku nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi e përshëndet presidentin Rugova dhe ushtrinë qeverimtare në krye me Hashim Thaçin, pyet pse nuk bashkohen të gjitha partitë politike të Kosovës për një qëllim të përbashkët? Jemi të bashkuar, kemi qëllimet dhe po punojmë këtë drejtim. Angel Koliçi, gazetar nga Italia, pyet: shumë gazetarë dhe analistë alarmojnë për fillimin e dukurisë së zezë të bandave të maskuara në Kosovë. Pyet zotin Rugova, a e shihni rrezikun e transferimit të këtyre bandave të zeza nga Shqipëria në Kosovë dhe a ekziston rreziku që nga zgjedhjet e pranverës së ardhshme edhe Kosova të ketë një parlament dhe një qeveri të kallashnikove siç e ka sot Shqipëria? Kurse si, nuk do ta lejojmë këtë. Flitet shumë për këtë se mund të kemi ndonjë krim të organizuar etj. Kemi elemente shenja, por po punojmë edhe KFOR-i dhe ne dhe policia ndërkombëtare dhe ne të gjithë. Duhet punojmë këtë drejtim të mos lejojmë instalimin e formave të tilla, sepse janë të rrezikshme, por kam një shpresë edhe të madhe se populli i Kosovës nuk do të hyjnë në aranzhmane të tilla. Prandaj s'do të lejojmë këtë, ndërsa për zgjedhje gjithsesi. Okej. Kemi ende pyetje. Cili është ndihmja juaj ndaj UÇK-s, besimi nga Prishtina, Luljeta Austri, pse nuk morët pjesë, faleminderit, në konstituimin e qeverisë së Thaçit, Astriti nga Italia, jeni ju kryetari i Kosovës apo kryetari i LDK-s? Jo, unë jam i Kosovës deri në zgjedhje dhe duhet të kuptojmë se nuk jemi shumë edhe traditë demokratike zgjedhjeve, unë jam kryetari drejt për drejt i zgjedhur nga populli i Kosovës, jo nga parlamenti i Kosovës, prandaj ju përgjigjem drejt për drejt qytetarëve dhe shpesh nganjëherë që jam shumë i kujdesshëm dhe ju përgjigjem të gjithëve dhe nuk dëshiroj të krijojmë konflikte në Kosovë. Agimi nga Malisheva ju pyet, çfarë mendoni për mediumet, konkretisht çfarë për programin e RTK-s?
momentalisht është mirë që ka filluar, është në konstituim e sipër, mos të harrojmë 10 vite punëtorë të televizionit që janë nxjerrë atë jo me dhunë, po me pushk për institucioneve të veta, janë fillimet me ndihmën ndërkombëtare dhe shpresoj se shpejti do të konsolidohen, sidomos televizioni shtetëror i Kosovës, me kuadra, me ju që jeni pastaj edhe me trinte, besoj se shpejti do të konsolidohet. Ndërsa mediumet e tjera, gazetet e tjera, edhe ato janë gjendje të vështirë, por dëshiroj që të kemë sa ma shumë informacion nga jeta dhe sa ma pak fryrje të konflikteve politike, surrogateve politike e tjera tjera. Zoti Rugova, pyetjet e shikuesve përsëritën kryesisht kanë të bëjnë rreth unitetit. Sadia nga Prishtina, Agimi nga Malisheva, gjithë pyesin, a mund të bëni më tepër për të arritur një unitet çfarë kërkon popullin me subjekteve politike të tjera? Po them edhe çështjet e konceptet rreth unitetit dallojnë, ne duhet mësojmë po them me një unitet plural. Jo më me një unitet të sistemit që kemi pasur, dhe jo më me një unitet të një njeri, një parti, një mendim, se kemi paguar shumë shtrejt këte, gjithë shqiptarët. Prandaj, këtu në unitetin plural duhet kemi dorim dhe të ndërtojmë këtë unitet. Pra, unë i theksova pikat kryesore ku jemi të gjithë së bashku, prandaj nuk duhet shqetësohem dhe natyrisht këto gjitha i marrë si thirrje për të mirë. Pra, për një unitet s'ka kur mjaft, por duhet ta ndërtojmë, të mësohemi ta ndërtojmë. Minutat e fundit këtij emisioni ja përkushtojmë pavarësisë Kosovës. Çfarë pritni nga zgjedhjet e ardhshme në Kosovë? Po gjithsesi presë është në rëndësi, ju e dini, ne kemi pasur 2 palë zgjedhje, të cilat pjesërisht janë pranuar nga Bashkia Ndërkombëtare e tjera, ndërsa zgjedhjet e ardhshme do të njihen nga Bashkia Ndërkombëtare, pra zgjedhjet prezidenciale, parlamentare dhe zgjedhjet lokale, pres një konstituim të një zgjedhje të njerëzve që do ta marrin fatin e Kosovës në rindërtim të Kosovës, dhe gjithsesi pres rezultate pozitive dhe si kryetar Kosovë dhe si... Ka mendime se Kosova e ardhshme do të jetë një Eldorado e Ballkanit, e besoni ju kësaj? Po unë besoj edhe ju e përmendet parë një Eldorado e zhvillimit edhe një model, kështu për e thonë edhe miqtanë dhe bota perëndimore, të cilët janë tashmë këtu dhe po punojnë të gjithë në këtë drejtim dhe një Eldorado që kemi një popull të shkëlqyeshëm. Çka konsideroni se domosdoshmërisht duhet të bëj faktori shqiptar që Kosova sa më shpejt ta fitojë statusin e pavarësisë? Po gjithsesi gjithë të insistojmë në këtë, sa më parë të ndërtojmë institucionet demokratike së bashku me administratën ndërkombëtare dhe me faktorë tjerë ndërkombëtar dhe sigurisht sa më parë pavarësia është më e mirë dhe sa më shumë punojmë do ta kemi më shpejt. Prandaj tash në këtë fazë tranzitore kemi këto detyra dhe pastaj dhe gjithsesi model çështja e pavarësisë mbetet mjaft akute dhe aktuale në të cilën po punojmë dhe do të punojmë së bashku. Zoti Rugova, me që jemi në fund të emisionit, kemi edhe 2 minuta. Porosia juaj, çka kishi dashur ose në fund çka s'ju kom pyet, diçka që doni të shtoni? Po kemi biseduar shumë çështje. Kryesisht edhe një herë të them këtë se sot e kemi Kosovën e lirë. Sot de facto jemi pjesë e botës perëndimore, prandaj edhe në ndërtimin e institucioneve, në rindërtimin e institucioneve duhet të tregojmë një mirëkuptim më të madh, një durim, mos e harrojmë dhe nga dëshira për të bërë më shumë të mos rrëzohemi, apo të mos marrim në thue, po them kështu më thjesht. Prandaj duhet të insistojmë këtë në ndërtimin e institucioneve, në rindërtimin ekonomik, fizik, moral, shpirtëror të Kosovës dhe të gjithë duhet të angazhohemi në këtë plan. Dhe gjithsesi tash i kemi shansat shumë më të mëdha. Pra këtë mos të harrojmë, sepse këtë shansën e ka dhënë Bashkia Ndërkombëtare, duhet ta shfrytëzojmë racionalisht dhe maksimalisht, dhe shenjat e para janë pozitive dhe kemi përvojë dhe duhet të qëndrojmë në këtë. Dhe gjithsesi një falënderim të madh nga ona e juaj edhe herë po them një kënaqësi të veçantë në studion e Prishtinës, pra në televizionin e Kosovës, edhe që do të vazhdojmë në të ardhmen. Do t'ju pyesha edhe diçka. Urdhër. Pse ne ka mbyllur, zoti president?
çoni më shumë si duket jetë kabinetike, nuk kontaktoni me njerëz. Është kjo strategjia juaj ndaj opinionit apo për shkaqe objektive? E vërteta është e kundërt. Nuk kam në mjetet tona momentalisht informimit, informata se çfarë bëjon. Mund të na shpjegoni pak më konkretisht? Unë punoj, kam kontakte aq shumë me njerëz për ditë, kam me udhëhecit institucioneve tona, me kryetarët LDK-s, çdo javë takohem Kosova, pra 36 deg takohen aty me instituciona tjera, me qytetarë thjesht që vinë momentalisht, zyra ime është djegur, siç e dini atje. Punoj në rezidencë, vinë në çdo kohë dhe jam në çdo kohë aty, plus me vizita, me diplomat, me mis që kemi këtu pra të bashkisë ndërkombëtare, dhe një punë shumë e madhe që bëhet gjatë ditës, shumë e ngarkuar, dhe natyrisht edhe daljet e tjera që duhet të dalë edhe në terren e tjera. Por unë jam plotësisht në korrent me ngjarjen dhe me jetën në Kosovë. Zoti Dhe president, nështë një stili imi nuk është. Atje pikërisht desha dia është stili juaj i jetës. Një stili jetës, po edhe një punë shumë aktive. Zoti president, ju falenderoj që ishi mysafir në studion e Radio Televizionit Kosovës. Ju faleminderit dhe mirupafshim. Shikues të nderuar, ju falenderoj për vëmendje, ndërkaq gabimet eventuale na i falin nga që ky është emisioni i parë pas një dekade i realizuar në tërësi nga ekipi i punëtorëve të Radio Televizionit të Prishtinës, të cilët aktualisht kanë filluar punën në Radio Televizionin e Kosovës. Ju faleminderit dhe mirëmbëjtje.